Çfarë po na fshihet AKU? Mira kontrolle dhe penalizime për bukën, ekspertët ngren alarmin. Çmimi i bukës vitet e fundit është rritur, pesha ka ndryshuar, ndërsa cilësia mbetet shpesh e diskutueshme. Konsumatori përballet çdo ditë me produkte që duken të njëjta, por që ndryshojnë ndjeshëm në përbërje dhe vlera ushqyese. Megjithatë, informacioni që i ofrohet publikut është i kufizuar, ndërsa transparenca në zinxhirin e prodhimit mbetet problematike. Me kalimin e kohës, ne kemi parë si konsumatorët që vit pas viti është rritur çmimi i bukës, por kjo nuk është shoqëruar me rritjen e cilësisë së saj. U shpreh Ana Vuksani, pedagoge e UBT-s. Shikojmë vitet e fundit, është rritur 30-40% çmimi i bukës, kur çmimi i miellit nuk ka qenë në këto vlera, por edhe po të rritej çmimi i miellit, përsëri çmimi i bukës nuk do të duhet të rritej kaq. Dhe aty ka abuzime në peshën që bëhet. Kontrollohet vetëm ajo buka standarde, po bukët e tjera, ato janë lirë dhe jashtë kontrollit, është shprehur Sokol Abazi, kimist. Përveç analizës së dokumentave zyrtare dhe përballjes së tyre me realitetin në terren, ky investigim vë në dukje bëshllëqet mes ligjit dhe zbatimit. Buka është një nga produktet më masive të konsumatorëve, të paktën në Shqipëri. Të gjithë jemi konsumator të bukës dhe autoritetet përgjegjëse duhet ishin më të kujdesshëm për garantimin e produktit, i cili shitet masivisht se sa produktet e tjera, është shprehur Ana Vuksani, pedagoge e UBT-s. Autoriteti kombëtar i ushqimit ushtron kontrollet vazhdueshme në furrat e bukës. Zyrtarisht, ky institucion tha se gjatë 5 viteve të fundit janë kryer 7547 inspektime në total në subjektet me veprimtari specifike. Njësi prodhimi e tregtimi buke. Në laborator janë analizuar 3194 mostra për përcaktimin e lagështirës, aciditetit, porozitetit dhe klorurit të natriumit. AKU, në laboratorin e USV që nga viti 2021 deri në vitin 2025 janë analizuar 26 mostra buke përngjyrues. Nga drejtoria rajonale të AKU, nga viti 2021 deri në vitin 2025 janë marrë 1722 masa administrative para lajmërime, 58 masa administrative gjop, 13 raste bllokim produkti, 1 rast asgjësimi produkti dhe 8 raste ndërprerje aktiviteti. Siç vërehet nga këto rezultate të veprimtarisë AKU-s, nuk kanë munguar shkeljet nga prodhuesit e bukës, por ajo që kuptohet mes rreshtave është fakti se gama e analizave është e ngushtë, thuajse nuk ka raportime për ndotje të bukës nga metalet e rënda të cilat përbëjnë rrezik.